Rikthehemi. Tham do të flasim për vetbesimin, po me njëherë bëj prezantimin e të ftuarve. Ketlin Pjalmi është me ne, mirë se erdhe. Mirë se ju rigjeta, gjithmonë kënaqësi të rikthehemi. E jona totalisht, një nga vajzat më të bukura të Shkodrës e të Shqipërisë në tërësi, do thoja, e cila jam e bindur që vetbesimin e ka një pikë të fortë të saj. Jo, mendoj që po, edhe aq më tepër që jam mami një goce, edhe përveç se besoj që e ka mirë, po punoj edhe sot që ta ke mirë edhe ta trashëgoj vetbesimin, po patjetër. Erion Dushi është me ne, mirë se erdhe. Faleminderit shumë që gjete kohë për ne dhe të kemi mundësinë të flasim për temën e sotme, por do të jetë edhe Elona në Albani, po Elona na e kanë marrë pengande nga grimi, më duket. Mirëmëngjes. Ne themi nga anët tona kush e ka kishën afër nuk sheh mesh. Ketin erdhi nga Shkodra. Bravo qof. Elona më falë, po tani me kanë nuk thënë për Shkodran, me kanë Shkodran tana i bane. Vetbesimi që këtu, Katerina, është një temë shumë e rëndësishme, mendoj dhe një tipar që duhet ta kemi në karakterin tonë, një tipar i fortë që për të përballuar më lehtë ato sfidat. A ja ka ndalë mban që prindërit tanë të na indiktojnë këtë tipar të rëndësishëm, apo mund ta fitojmë edhe gjatë jetës? Kjo nuk do të thotë që mbase na ka munguar në fëmijëri dhe mos ta rigjejmë më vonë. Kujdihet, me pak punë mund ta bëjmë çdo gjë. Dhe po ta kapim të shpreha, Shkodrani që tana e ban është një pikë fortë e edukimit me vetbesim për Shkodranin. Edhe unë kështu mendoj dhe për një të thash pikërisht në të emision, sepse mendoj që po, përgjithsisht Shkodranët janë qytet me vetbesim. Edhe kjo besoj se është diçka e mirë, sepse ndërton marrëdhënie të shnetshme. Dhe ajo që unë realisht mendoj është vetbesimi është një ndër mantelet më të bukura dhe të rëndësishme që kushdo mundet me vesh, si femën, si mashkull, absolutisht, sepse përveç se ndërton marrëdhënie të shnetshme me veten, edhe je vetë më e lumtur. Për shembull, unë si femën e kam besoj shumë më thjesht me thënë fjalën e mirë çdo femnes tjetër, nuk jam e frustruar, nuk ni xhelozit kota, përkundër zi kënaqem kur shoh diçka të bukur, dikë që realizon diçka të madhe, suksesshme. Dhe mendoj që njerëzit nuk janë këqij, po thjesht i mungon ky vetbesimi dhe ndaj nuk arrin të ndërtojnë as marrëdhënie të shnetshme me të tjerët. Po si ndërtohet, pra? Mendoj që çon vogli. Mendoj që kjo lind çon vogli. E para me ton dashamirësinë e botës, mendoj që ta bëj parathanje që prind shqiptar janë heronj, edhe mendoj që aq sa përkujdesen dhe përkujdesi tyre nuk mbaron as kur ne bana prind vet, nuk ndodh në botë. Por a ishte kulturë të naj që kultivohej vetbesimi që fëmijë në brezat e kalum, kjo është një pikpyetje e madhe. Unë vetë vi nga një familje ku jo mama jeme, po gjyshat gjithë tjerët shpreja si shoqet, për çdo gjë që ti arrin të mirë. Ke bë detyrën. Pra, jo një stimul madhor që ty t'jepet, pra nuk i jepet Cezarit atë që meriton Cezari. Përkundërzi. Fatmirësisht, unë nuk e kam përjetu këtë gjë tek mama jeme dhe kjo më ka ndihmuar shumë, por përpara se unë të bëhesha mami, kam lexuar shumë që te vajza jeme t'jem edhe më e mirë, sepse pa diskutim që mama jeme ka bë gabime, pavarësisht se është shumë më mirë se brezat e kalu, por ka bë gabime. Po ku mund të ketë gabuar? Po të them unë edhe gjane që unë kujdesem, e para kam lexuar shumë përpara se të jem mamë, edhe e dyta kam fat që të kem miken e zemrës psikologe dhe realisht konsultohem shumë edhe pse vajzën e kam 1 vjeç e gjys. Një ndër gabime që mendoj që lidhin që kur fëmia është shumë i vogël, përveç krahasimeve, është edhe modelet e gatshme që ne i japim. Mos e bën këtë se vajzat e mira nuk e bëjnë. Mos e the, vajzë e keqe, vajzat e këqija çajnë kot si qitu shati. Pra janë disa gjana është vogle që ndukje as nuk e dëmtojnë fëmin, por faktikisht e dëmtojnë tepër. Ose modelet e tipit që as e djemt nuk shajnë. Çajnë aty i bëni aty djalë. Ai ka për të rrit pak edhe kur ta gjejnë veti që i vjen me ça, ose ka me kenë dilemë, a jam djalun? Se mu më vjen me qa, a është normale kjo gjë, ka me nëryll veten, ka me nëryll emocionet, nuk ka me pas vetbesim. Dhe mendoj që kjo është një problematikat kryesore, modelet e gatshme që ne i japim. E dyta, fëmijët janë të prirur me bëhet që shohin, jo që ti i thu. Pra nëse ti i thu gjithë ditën që vetbesimi vlen, duhet të kesh vetbesim, momentin që prindi nuk e ka vetbesimin, edhe mënyra se si prindi flet për veta apo e vlerëson veten, kjo bën që fëmijët nikohet automatikisht sepse
I thash, është i pryer me bësh ishe. Ti thuja gjithë ditën, mos rrinë në telefon, po në qoftë se ti rrinë gjithë ditën në telefon, detyrimisht ka me kërku telefonin. Pra, po e jep si shembull sepse atë bën. Ka ty modelin që ndjen. Kur vjen e rritën ky krahasimi me fëmijët e tjerë është i frikshëm. Unë edhe te grimi, po i thosha Ermelins që unë i mirë kuptoj shumë mamat kur më pyesin edhe në Instagram, sa fjalë flet goca, sa peshon, e kuptoj angthin edhe frikën ndonjëherë as më tepër me këtë që po ndim sot, por ky krahasimi që i bëjmë fëmijëve është shumë i dëmshëm. E para sepse as ne nuk fitojmë sigurinë në fund të ditës. Po, e para dëmtojmë veten, e dyta dëmtojmë edhe fëmin, sepse nuk është se ai fëmijë nesër do të rritet dhe do të jetë pa ne, edhe janë pikërisht këto fëmijë që janë prirur në gjithmonë, momentin që ti ja jep këto modelet gajshme, të mendojnë, a jam i mirë mjaftueshëm, edhe nëse kërkojnë një pozicion punet, a e meritoj unë, ose në një ambient ku ka njerëz tjerë, ndoshta po flas se po gaboj, edhe janë pikërisht këto fëmijë që rriten gjithmonë me këto dilema dhe këto probleme. Ndaj është i rëndësishëm vetbesimi, se ndonjëherë keq kuptohet, edhe njerëzit mund ta mendojnë se duhet vetbesimi për me lëvdu vedin. Po ai nuk ka vetbesim, ajo është një mekanizëm mbrojtës që përgjithsisht njerëzit që nuk kanë vetbesim e përdorin për me jamush mendjen vedit edhe tjerëve që unë kam vetbesim. Është thjesht e thënë, por jo e ndjerë në fakt në vetvete. Po, është thjesht me jamush mendjen vedit. Erion tek djemt, ndoshta edhe në vegjëli, ka një mënyrë për ta ushqyer këtë lloj mekanizmi të rriturit të vetes, mendoj unë. Vetbesimi është një formë rritjeje dhe një lloj sigurie që ti jep vetes tënde për të përballuar marrëdhëniet me të tjerët, situatat të caktuara që ti kalon. Katerina, duhet kemi parasysh ku rritim. Domethënë këtu bashkojmë pak me Ketlin që ne vim nga një shoqëri që ka përjetuar komunizmin, e ka cekur në të gjitha format e saj, dhe teksa rritemi kemi pasur gjithmonë prindër që janë dënuar në të shkuarën, nuk kanë qenë të lirë për të qenë vetvetja, nuk kanë pasur mundësinë të shprehin atë forcën që ekziston brenda tyre në formën më optimale të mundshme, dhe kjo ka bërë që në venat e gjithë secilit prej nesh të vi natyrshëm frika që nuk e lejon vetbesimin të lulëzojë. Ajo që kemi mësuar ne me kohën është që nga prindërit të paktën, në çdo punë që unë ndroja, më thonin, po prit mos lëvi se je mirë këtu, të paktën ky të jep lekët, të paktën ky të jep këtë mundësinë tjetër që është ekstra, pavarësisht se tek puna e re ti do shkoje për diçka më shumë, do merrje më tepër, do kishe një kënaqësi më të madhe për atë që po bëje, do vlerësohesh në fund të ditës. Pra, ajo që ata përjetuan në të shkuarën na e kanë pasuar ne, pavarësisht se gjithë secili prej nesh do të bëj snobin apo cubin përpara të tjerëve, ne e kemi brënda nesh këtë frikën që na frenon, nërë si ai freni i dorës që ti ecën, por e ke mbajtur ngritur. Dhe unë mendoj që gjithë në shqiptarët vetbesimin nuk e kemi. Por për ta ilustruar këtë, më lejoni, ndoshta të dal pak nga linja, po me qenë se po bie shi jashtë. Edhe shumë kush është në shtëpi, t'ju tregoj një fabul të një tufe pulash që jetonin jashtë kotecit, dhe ai zoti fshatari i kishte rrethuar me një gardh me kallam. Me kalimin e kohës, ky gardhi ishte prishur, ishte degraduar dhe ishin krijuar disa hapësira ku pulat mund të dilnin. Por duke qenë kaq shumë kohë aty brenda, askush nuk guxonte. Njëra prej tyre i thot gjithë të tjerave. I thot, "Ej, ja aty është gati, mjafton ta lëvizim pak një prej kallamave dhe mund të dalim të jetojmë jashtë." I thot ajo, "Po jo, po për dolëm jashtë do na hajdhel pra." Tjetra i thot, "Po jo, po dola unë jashtë mund na kap i Zoti dhe do të na therë." Dhe nga cepi i këtij gardhi rrethimi ishte më e moçmja ndër to që thot, "Mos u lodhni kot. Rrini se jeni mirë këtu brenda." Dhe çfarë ndodh me kalimin e kohës, e pa ai fshatari që ishte prishur gardhi, e bëri nga fillimi. Çdo ditë bënte itinerarin e vet, u hidhte pak misër, i linte aty brenda, u merrte vezët dhe kush nuk bënte vezë, therte. Dhe kështu e patën fatin në to pulat. Dhe kjo tregon më së miri se si jemi ne shqiptarët. Ne nuk guxojmë të ecim përpara. Pra, ai vetbesim nuk është arma jon, nuk është çelësi ynë. A nuk ka ndryshuar janë? Se po thuaj gjithë shqiptarët, për shembull ti ke arritur diçka, të gjithë nga pak janë munduar të bëjnë më të mirën për veten e tyre. Ermelinda, të gjithë ne kemi arritur diçka, po në çdo diçka që kemi arritur, kemi pasur më shumë frikë se sa kurajo për ta bërë atë që në ditën e parë. Pra, për të marrë një vendim, gjithë secili prej nesh, besoj
çdo kush le ta kthej tek vetja tani, jo tek ajo që po them. Është menduar mbi 10 ditë nëse duhet ta bëj apo mos ta bëj këtë gjë. Më thoni njëri që është i gatshëm të lër punën për një ofertë që e ka ardhur. Varet nëse është oferta më e mirë, po pse. Mendoj që pak është përmirësu situatat, them drejtën, sepse edhe fakti që specialist se dikur nuk ishte edukat as që të shkonim tek specialisti për të kërkuar ndihmë. Unë personalisht kam kërkuar ndihmë për me thënë jo. Ne si popull prapë mendoj që kena një problematik tjetër dhe është të thënurit jo. Dhe unë kam kërkuar ndihmë tek specialistja që unë të mos e kem atë anktin, stresin, se unë mund ta them jon, por rri gjithë natën pa gjumë dhe kjo nuk ka vlerë. Pra nuk arrihet të vendosje kufin në raporte me njerëzit. Po, e vërtet. Më mundote, unë e arria në një komunikim, po unë si Ketlën nuk njesha mirë mrapa, kjo ishte problemi. Dërsa të njësë jo, nuk e kam problem, nuk më vjen, nuk e mendoja që gjatë, thjesht e ndjej. Po, më thuaj pa Ketlën, sa shqiptar e shohim psikologun si zgjidhi. E kuptoj, edhe por mendoj që vitet e funit. Unë në gjitha vendet e punës dëgjoja vetëm njerëz që janë kohën, sepse prori u kishte dhënë të bënin diçka që nuk u takonte, por nuk dinin të thonin jo, sepse këtu doja të dilja për të treguar punën. Nuk dinin të thonin jo, e bënin dhe vetëm ankoheshin, duke harruar që kohën, atë që ne duhet ta vlerësojmë si gjë më të shtrenjtë për sa kohë që ekzistojmë, e harxhonin duke u ankuar në vend që mund të ishin duke u kënaqur diku, apo duke e shfrytzuar atë në formën më të mirë dhe për të marrë kënaqësi. Pra, kështu fillojnë gjërat. Absolutisht po, por thjesht mendoj që vitet e fundit sikur është përmirësu, pra ka dritë jeshile. Edhe fakti që mamat e reja sepse edhe po flisje shumë mirë është parë për këtë qasjen që kemi ne ndaj fëmijëve. Domethënë unë do doja të rritesha në Shkodër nëse i referohem fjalëve të tua, ku i thot mos e bëj këtë se kështu, sepse po të shikosh në Tiranë, nuk e di, por unë e çoj vajzën time të këndi i lojrave të parku Rinia, të shohësh mamat atje se si adhurojnë fëmijët e tyre tonë. Ua, si e bëre ti këtë, ti je i mrekullueshëm. Nuk mund ta bëj as unë këtë gjë. Ti e bën shumë bukur, ti e bën shumë mirë. To janë fjali standarde që po na mësojnë ti bëjmë për t'i rritur vetbesimin, ëh. Po, por kjo është gabim sipas teje? Ndoshta pak më vonë do ju shpjegoj dhe këtë pjesë. Ne po bëjmë me thënë të drejtën si prindër, po e themi që si ti. Patjetër Katerina, po. E ke përshkëlqyer. Vetbesimi dhe deliri janë aq pranë sa që një fije i ndan. Dhe do flasim për delirin, po ndoshta duhet bërë ja të përfshi pak edhe Aurorën, e cila është në Skype, sepse pak minuta do ta kemi. Aurora? Përshëndetje Katerina, përshëndetje të gjithëve, mirë se u gjeta. Jo, i bashkoj me njëherë fjalisë së fundit atë efektin e pozitivitetit në përfytyrimin dhe në pritshmërinë që kemi ndaj fëmijëve. Ne këtu në Gjermani, madje ka qenë Gjermani viteve të luftës së parë botërore, Rosenthal, i cili e ka përshkruar këtë quhet fenomeni Rosenthal, në momentin që ti një fëmijë vete në një klasë rastësisht dhe thua disa persona jeni të përzgjedhur, jeni gjeni, dhe vete pas një viti tek të njëjtët persona dhe ata me më të vërtetë janë bërë të parët e klasës, dhe shumë studime të tilla eksperimentale klinike kanë vërtetuar që nëse ne kemi një pritshmëri të lartë pozitive, jo irrealiste, që për mos kalojmë tek deliri i madhështisë dhe të komplimentet e komplet të pabazuara, por të një potencial i mundshëm, atëherë shohim me të vërtetë në momentin që ne një fëmijë e trajtojmë si gjeni, ai sillet si një gjeni. Në momentin që e trajtojmë si një person të mrekullueshëm, i bëhet i atill, dhe kundërta emrin e ka faktikisht golem, si golemi i Durrësit, quhet efekti i golemit. Në momentin që ne jemi negativ, në momentin që themi që ky brez i ri nuk është siç kemi qenë ne, kaq punëtor, kaq të zellshëm, kaq të inteligjent, por janë brez indiferent, brez që dembela. Absolutisht që nga këto brezë do kemi të njëjtin efekt. Pra ata me të vërtetë këto klasa, kjo gjenerate re që mund të jetë në Shqipëri me të vërtetë vërteton pastaj edhe pas një viti efektin e golemit që janë faktikisht me notat më të ulta, sjelljen e kanë po ashtu jo shumë ekselente ose geniale siç mund të ishte në rastin e Rosenthalit. Me pak fjalë dua të them që me të vërtetë qëndrimi që ne kemi ndaj fëmijëve tanë, ndaj brezit të ri, ndikon për drejtë në sjelljen e tyre. Pra nëse një person që në vegjëli, dhe këtu dua mbase të jap mesazhin tim që ndryshimi midis për shembull edukimit të një fëmije në Gjermani dhe në Shqipëri do ishte që në moshën 2 vjeçare ne ju japim atë shportën e të blerit në supermarket dhe fëmia shkon vetë dhe i zgjedh gjërat. Pra përpiqemi, të paktën këtu është kultura transgeneracionale, pra i trashëguar nga breza në brez që në vegjëlinë e hershme fëmijën ta edukosh me të qenurit i pavarur. Lidhet me vetbesimin edhe pavarësia.
Definitivisht, edhe një shoqe psikologe që e kemi një ndër më të njohura edhe në Amerikë që është shqiptare, thë Aurora, unë edhe në këtë moshë që jam, që është dhe vetë psikologe, gualidh këpucët fëmijëve. Nuk i lë dot të nisë në shkollë pa u lidhur në moshë shkollore, edhe pra janë gabime ndonjëherë fatale që ne kemi të rrënjosura, mund ta quajnë ato kulturën familjare të trashëguara ndër breza, edhe pse mund ta kemi dijen, e kemi eksperiencën klinike si profesionista në shtëpinë tonë, vazhdojmë t'u lidhim këpucët fëmijëve dhe jo ta bëjmë siç do duhesh, për shembull që t'i lije fëmijët vetë të lirë, t'i bënin detyrat e veta, qoftë nga vetë kujdesi, veshja, këpucët, gjithçka, sepse në fund të ditës janë pikërisht këto detyrat e vogla që u japim lirinë dhe kompetencën, pra ne e presim që këto fëmijë ta bëjnë vetë këto detyra të përditshme, këto në fund të ditës e japin fëmijës ndjesinë e suksesit, e aftësisë që ata që janë të zotë vetë dhe të pavarësisë. Sepse përmendi dhe zonja nga Shkodra, më fal se emrin nuk e arrita dot. Egli. Jo, Caitlin. Nuk e di nëse arrim të pikërisht interneti është gjithmonë, e përmendi shumë bukur që dashuria e prindërve tanë shqiptarë është me të vërtetë heroike, ka vetëm një tëmet të vogël, që ndonjëherë kalon kufirin e mbi kujdesjes. Mbi kujdesjes trupore, por jo emocionale. Pra prindrit tanë kanë qenë të edukuar mbase edhe nga historia, jemi një vend me shumë luftra, me shumë vuajtje dhe shumë varfëri, që fëmijën i kujdeses për ushqimin, për veshjen, t'i ketë gjithçka që i nevojitet për të qenë nga ana fizike në çdo rast i shëndetshëm, por ku bëhet fjalë tek përkujdesja dhe ushqimi emocional, aty prindrit tanë për fatin e keq në nivel evropian nuk zën vendet e para, por janë në vendet e fundit fare, sepse emocionet për një prind shqiptar janë gjithmonë sekondare, nuk janë fokus. Se çfarë ndjen fëmia, sa i trishtuar është, sa i demotivuar, i zgënjur është, për prindrin shqiptar, po flasim ato mesatarin ose në mënyrë mesatare, nuk ka një fokus aq të madh sa ka aftësia e fëmijës për të shkëlqyer në shkollë, për të qenë një fëmijë i sjellshëm, vajzë e mirë, djalë i mirë, pra paraqitja jashtme, siç ka qenë në kohën e komunizmit, të pasurit e kësaj pamjes perfekte, të shkëlqyer nga jashtë. Në një farë mënyrë të duket puna që ne bëjmë për kujdesjen ndaj fëmijës, të jetë ajo çfarë duket, çfarë është e dukshme së jashtme, të jetë korrekte. Ne kemi këtë merakun, pra të jetë i ushqyer, të jetë i lar, i pastër, i veshur me detyra shtëpie, që në një farë mënyrë të mos ndjejmë atë peshën e fajit që nuk kemi marrë me ta. Po nga ana tjetër thua emocionalisht nuk punohet mjaftueshëm. Dhe ç'është më interesante, më kujtove një histori të një zonje që njohëm, një mikeshe e cila e ka djalin në të 20-tat dhe thoshte, nuk e nis ditën pa i bërë mëngjesin edhe kafen djalit. I thash seriozisht e ke, pra është deri nuk mbaron ndonjëherë kjo lloj përkujdesje. Çfarë do Elona? Elona, pse po i rrotullon siçkat? E ke bërë dhe ti këtë punë? Unë bëj shumë gabime në fakt dhe jam shumë koshjente. Edhe unë aty e gjej vetën, sa herë mëson këto psikologët në një gjë mos ja lidhni këpucët e çfarë sta Aurora, unë e bëj akoma për shembull me djalin tim këtë punë. Domethënë nëse është gabim, gaboj. Shika, unë mendoj që Katerina, nëse më lejon, unë do të thoja në ana psikologjike, ne mund ta përmbledhim, ne edukojmë, të paktën në mentalitetin shqiptar është vlerë të edukosh fëmijët për të qenë të varur. Sepse kjo nuk është dashuri. Në ana psikologjike mund ta them një dashuri shumë egoiste që fëmia gjithmonë të ketë nevojën për maman, për babain, në mënyrë të tillë që të funksionojë në jetë, të mbijetojë edhe në kushte të vështira, të vetmis. Pra, unë thirrjen doja bëja prindërve tanë që duke i dhënë më shumë liri, më shumë kompetenca që fëmia të jetë i pavarur, aty vërtetojmë një dashuri të shëndetshme prindërore, krijimin e kufive midis prindit dhe fëmijës. Sinqerisht nuk e dua të jetë i varur. Se domethënë na shkoj goja mbrapa duke thënë shërbej vetes, kujdesu, vishu vet, por me sa duket ka një moshë që duhet kisha reaguar më shpejt dhe ndoshta tani është vonë, nuk e di ose ka kohë mjaftueshëm. Si vjen shumë të vogël, po krahasuar me sa vogël 7 vjeç zhvishen vet fëmijët. Jo. Unë jam gabim. Unë e di. Mos e dëgjoj. Por mund ta rregulloj me dytin e kam dje, jo më larg se dje, ja lash lugën tasin para, lëre thash le të lahet edhe u bë nga kokat e këmbës. Elona, për ta marrë komentin përpara se të shkojnë publicitet? Po thoje. Shika, unë do të thoja diçka. Sigurisht që vetbestimi nuk është ndonjë
në këndvështrimin tim nuk është superfuqi dhe nuk është asaj luksi që mendojmë që e kemi tërë, edhe shumë pak njerëz e kuptojnë që e kemi vërtet në shtëpi. As ky Instagrami dhe fotot, filtrat që na bëjnë dukemi akoma më bukur apo like-et, nuk janë këto që rrisin vetbesimin. Unë mendoj që vetbesimin çdo njëri nga ne fillon ta kuptoj kur fillon të heci bashk me frikërat, pa u vënë re nga të tjerët. Kur ne fillojmë të mbajmë premtimet që i bëjmë vetes, por jo për statusin e publikut. Mendoj që kam qenë një njerëz shumë e fat në jetën time në fakt, që kam pasur pranë vetes një grua shumë të thjeshtë dhe shumë të mençur siç ishte ime më, e cila asnjëherë nuk më tha që vetbesimi është thjesht më e mira. Vetbesimi është thjesht mjaftueshëm e mirë, mjaftueshëm e disiplinuar për të arritur qëllimet apo gjërat që ne duam. Arti ka qenë dhe dihet që kërkon jo vetëm thjesht talent, ne e dim shumë mirë se sa përkushtim, devotshmëri, vullnet, përsosmëri, përqendrim. Por nëse ne nuk punojmë me vetbesimin për veten tonë, me veten tonë, pa që nevoja ta kuptoj apo ta vëre gjithkush, mendoj që vetbesimi do ngelet gjithmonë një status i vështirë. Në këndvështrimin tim patjetër një status shumë i vështirë i cili kërkon punë. Jo vetëm thjesht hajde se diskutojmë me këtë veprim apo me këtë qëndrim. Sigurisht jam shumë dakord me gjitha që thanë parafolësit, që tha dhe zonja në Skype. Ne e teprojmë është e vërtet me përkujdesin, sepse mendojmë që duke qenë kaq që devotshëm në çdo etapë të fëmijëve tanë, apo qoftë edhe vetvetes tonë, mendojmë që jemi eksakt pikërisht për të dhënë një model shumë të mirë. Në fakt, asnjëri nga ne nuk e kupton, sepse të gjithë përpiqemi për të dhënë më të mirën, por asnjë nuk e kupton se kush është më e mira. Unë kam menduar që në gjithë këto vite kam bërë maksimumin e mundshëm për t'i dhënë modelin më të mirë tim biri. Po në fakt, e di çfarë më thotë? Më lër të gaboj. Më lër më të gaboj, tha, se jam gjithkohon me këtë që shiko se ne jemi rritur me këtë, mos kujdes këtu, mos e tepro me këtë, mos u du këtu, mos dil atje, mos e bëj kështu, se mos... Edhe të shkakton edhe atë gjendje. Unë për vete jam rasti djegur në fakt që të lëviz me këtë pjesën për qenë kaq e lirshme. Nuk jam më, dua shumë që mos t'jem me lapse me letër, sinqerisht. Nuk e di kjo është për faj të edukimit që sapo e lavdërova të ti me mëje në fakt, që thash nuk më ka bërë një njëri që të fluturoj, po t'jem me këm në tokë. T'jem e vedishme pra ka shumë për ato që dua të bëj dhe pa diskutim ka kalitur një vullnet jashtëzakonshëm tek unë, por sigurisht jam shumë e sigurt që ka dhe shumë gabime, sepse në fakt jam vetë një fëmijë që jam rritur me vërtet me shumë dashuri dhe për këtë jam shumë mirënjohëse. Po kam ndjerë që kam qenë si gjithmonë një njerëz që kam pasur një tutor mbi kokë, dikoj që duhet më çonte diku, duhet më udhëzonte, edhe pikërisht në momente kur unë atë se pata më, kur mora vendime shumë të rëndësishme të jetës time, mendoj që shumë gjëra i kam bërë gabim pikërisht sepse ndoshta duhet kisha provuar pak më herët gaboja. Edhe ndoshta duke bërë gabime do kisha pasur mundësinë t'i korrigjoja pak më shpejt gabimet, ose gjëra që të paktën ato që do vinin më pas. Kështu që nga njëra anë mendoj që vërtet ne duhet jemi prezent për ta stimuluar, pa diskutim, motivimin për të mirën, për të bukurën, për të qëndësinshme njerë, për atë që është reale mbi të gjitha. Se në fakt kemi edhe një pjesë të modelit të tipit që neve vërtet i themi ti je më e mirë, ti je më e bukur, ti do fitosh, se ti je talentuar, edhe këto janë shumë të tepruar, sigurisht nuk janë fare për këtë. Unë për shembull me tim birë kam qenë gjithmonë edhe tek pjesa e arsimit ty. S'kam insistuar kur që shiko se 10 absolutja, nota. Jo, ajo që di që i kam thënë është që të paktën atë notë që merë, ama t'jetë teta jote. Po, kuptoj. Pra t'jetë kërkues ndaj vetes, po jo kërkues, po dhe realist. Realist, sepse në të tërë themi që është djali i mrekullueshëm, është vajzë, kam një vajzë apo një djalë shumë të mirë. Ore gjyshja ime thoshte edhe sorra që është sorë, thotë që klyshtet ta janë më të bukurit. Kështu që ne të tërë vetvetiu prindërimi të bën egoist. Pa diskutim që ne të tërë duam dhe kërkojmë që ata t'jenë më të mirët. Mendoj se ka edhe një problem nga që ne po përqafohemi vogël këtu nëse më lejon. Vetëm shkurt të lutem se duhet shkoj në publicitet. Po. Diferencimi vetëm midis këtë pjesës dhe unë jam shumë dakord që duhet t'i bëjmë komplimenta fëmijëve, por ndryshimi është që në momentin që ky fëmijë nuk sillet më mirë, nuk i ka të gjitha 10-ta, nuk është më vajza dhe djali i mirë, në atë moment prindi shqiptar e gërsohet dhe ndëshkon.
kjo është orientuar te produktiviteti i fëmijës. Sa të nderon ky fëmijë në për sytë e botës. Ndërsa bota mund ta quajmë e psikologjisë, thot normalisht që ne duhet ta duam aq që dhe më shumë në ditët e vështira, kur fëmia me të vërtetë është në ato ditët që nuk sillet mirë, kur merr notat më të këqija, merr kritik nga gjithë bota, ne duhet jemi ata që të vazhdojmë të themi ti je i mrekullueshëm. Ky është ndryshimi. Vetëm pak publicitet, kthehemi për pak minuta.